nuk donte të krijonte familje, nuk punonte. Më ka thënë, shiko që është më e mira për ty. Kur kam ikun ai ka qenë në burg. Mbas 5 vitesh jam njohur me një person. Për vujtje mos pyet. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në veri të Shqipërisë. Do të hap dritaren për një 38 vjeçare, e cila do rrëfej jetën e saj të vështirë, por ka dhe një problem madhor për të denoncuar. E martuar me një të ri nga Laçi 5 vite, por që për fat keq u divorcua dhe u nda për shkak se ai person më shumë qëndronte në burg se sa në shtëpi. Kjo vajzë e re nisi jetën me një tjetër person, ndoshta pak vite më të madh se mosha e saj, ku u bë nën për herë të parë, por Zoti nuk donte që ata të rrinin të dy së bashku, pasi partneri i dytë ndroi jetë nga një sëmundje e rëndë në mushkëri. Quhet Vera dashur miq, e cila sot do të jetë këtu në live me Odetën për të denoncuar problemin që e shqetëson sot pikërisht me djalin e saj të vogël. Është duke më pritur hap dritaren dhe e përshëndes. Vera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dashur. Si jeti me shëndet? Mirë, ju mirë jeni? Mirë. Lexova mesazhin dhe pash nga mesazhi kuptova që ke problem me fëmijën? Po. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron se unë kam qenë e martuar në Laç. Dhe me atë personin jam ndar. Jo se kam bërë cilibrim, por jam ndar. Ke bërë bashkëtesë? Jo, kam qenë e martuar me letra me gjitha. Ke qenë e martuar ligjërisht dhe ke sill në jetë një djalë? Jo, dëgjoj. Jam ndar me atë. Kam ne 5 vite vetëm. Mbas 5 vitesh jam njohur me një person. Po. Kam bashkëtuar. Me këtë bashkëtuesin ka në jetë fëmia, djali. Nga martesa ligjore e parë nuk kishe fëmijë? Jo, nuk kam pas. E qartë. Me këtë bashkëtuesin erdhi në jetë djali. Bashkëtuesi me baba e fëmijës ka vdekur. Sa keq më vjen ka. Tani puna qëndron që më kanë thënë për të hapur gjyq. Unë mundësi nuk kam për të hapur gjyq, për të bërë analizat ADN-s fëmijës. Unë nuk kam mundësi, se unë jam me një rrogë. Jam me shtëpi me qira, vetëm jam. Edhe nuk kam mundësi që të hap gjyq. Pra djali është regjistruar tek burri i parë, ka marrë atësi burrin e parë. Po. Dhe mbi emrin e tij. Po. Dhe jo të babait biologjik që fatkeqësisht ka ndruar jetë. Po. Dhe në tilla kushte kur nuk e bën divorcin dhe fëmijën e sjell me një partner tjetër, fëmia regjistrohet te trungu ku ti je. Dhe gabimi i madh ka qenë që në ato 5 vite që ti ishe divorcuar, fizikisht, jo me letra, duhet të bëj edhe ndarjen me letra. Por pse nuk e ke bërë divorcin? Nuk kisha mundësi, Odeta, prandaj e kam lënë. Nuk kisha mundësi. Por as ai nuk e ka bërë divorcin, dhe ai nuk e ka kërkuar ta bëj divorcin me letra. Jo, fare. Sa vite martesë pate me personin e parë në Laç? 5 vite. 5 vite dhe nuk sollët të fëmijë, por kush ishte shkaku i ndarjes? Shkaku i ndarjes ishte që nuk donte të krijonte familje. Po si nuk donte? Ai bëri martesë ligjore me ty? Bëri, por nuk donte. Ta kërkoi ai divorcin? Jo, e kam kërkuar unë e para. Por pse ai nuk jetonte me ty? Jo, nuk jetonte me mua, jo. Jemi ndar, pas 5 vitesh jemi ndar edhe unë edhe nuk e di se ku jeton, ku është, ç'a bën, nuk e di. Por nuk, më fal që të pyes, por nuk e kuptova. Ti u martove dhe jetoje te babai dhe ai jetonte... Jo, ne jetoshim bashk.
kur isha e martuar me atë personin. Jetoshim bashkë. Por ai nuk ishte i dur, nuk donte të krijonte familje, nuk punonte, i dhash fund, se nuk... E qartë, nuk donte të krijonte familje, të sillte një jetë fëmijë me ty, të bënte nën ty. Dhe ky ishte shkaku që i ndarë me të. Por partneri, babai i djalit nga se ndroi jetë, sa kohë po bën që është larguar nga kjo jetë? 1 vit e gjys. Djali ka qenë i vogël? 1 vjeç ka qenë djali. Nuk e 1 vjeç e pak. Që nuk e njeh fare. Po, nuk e njeh. Por babai i fëmijës tënd nga se ndroi jetë? Ka qenë i smur nga moshkrit. O, sa vjeç? Ka qenë 52 vjeç. Dhe më vi ka keq. Çfarë bën? Ti tani ke ngelur e vetme me djalin? Vetëm me djalin. S'kam asnjë lloj ndihme, asgjë. Por shtëpia në cilën jeton është shtëpia e partnerit apo e jotja? Jo, jam i qera. Jeton me qera? Po. Nuk të mbështet askush? Jo, asnjë. Por njerëzit e ish partnerit se kanë nipin? Patjetër që më kanë mbështetur, por vjen një pikë që çdo njeri shikon problemet e veta, hallet e veta. Dhe më vjen keq për ty, sinqerisht. Sa vjeç je e re, besoj? 38. Edhe 100 u bëfsh. Faleminderit, rrofsh. Ti kërkon ndihmën e vetme që djalit t'i japësh atësinë e vërtet. Po, t'i jap atësinë e vërtet edhe për ta regjistruar. Se avokati më ka kërkuar 1,5 milion lek. Pa analiza DNA-je, pa këto shtesat të tjera, edhe nuk ka mundësi, me një rrogë nuk ja dal dot. Por djali është i regjistruar te trungu i familjes në Laç, ati edhe ti. Po, por unë tani kam bërë divorcin, jam shkëputur komplet. Ke bërë divorcin, pra më sjaro këtë dua. Po, e kam bërë divorcin, edhe puna që djalin unë du ta edhe mbi vete. Ta regjistroj mbi veten time. Tani të lutem, më shpjego, kur ndodhi divorci, se aty në atë trung familje është dhe djali. Tani gjykata çfarë vendosi për djalin? Atësia i ka babain që nuk është babai biologjik. Në gjykatë unë kam folur me një avokate. Po. Edhe më ka thënë do hapësh gjyq patjetër. Po. Për njëjë atësie. Po, për njëjë atësie. Pastaj në qoftë se fëmia, në qoftë se ai personi e gjen gjykata edhe vjen e deklaron në gjykatë se nuk është fëmia im, fëmia tha automatikisht ta kalon në mbi mua. Por ne bëjmë thirrje për këtë person që të reagojë, që mos jetë një kosto e madhe për ty, për të ndjekur seanca gjyqësore për njëjë atësinë, ku shumë mirë personi në fjalë ish burri juaj, mund të gjendet fare kollaj, se nuk është në Shqipëri, është jashtë shtetit, diku është, mund të gjendet fare kollaj dhe ai mund t'japi një deklarat para gjykatës që fëmia nuk është i imi, sepse edhe ai kur ka parë në trungu familjar që është shënuar fëmia, edhe ai nuk do ta mbajë mbi vete. Logjikisht, se nuk është Odetaj nuk është interesuar fare se ai gjykata kur ka bërë divorcin unë që ka thënë që është në burg. Në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Mirë. Edhe 2-3 herë që i ka bërë thirrje gjykata për të paraqitur në seancë, nuk ka pranuar që të vijë. E qartë, por ai mbase ka qenë në burg dhe nuk ka dashur të vinë në seanca gjyqësore kur është bërë divorci, por besoj që mund të ketë interes për të thënë që nuk është fëmia im, se nëse ai thotë është fëmia im, ka detyrime të tjera ligjore, se gjykata vendos pastaj detyrimet për fëmijën. Ai s'ka interes, jo ndërkohë që ti je nëna dhe ti e deklaron dhe hap ti gjyq dhe thuaj që nuk është ky babai biologjik. Kështu që besoj që edhe ai nuk ka interes ta mbajë atë fëmijë mbi vete. Nuk është i tij. Nuk e di çfarë them. Jo, se ashtu nuk e pranon ai, se nuk është dirë se s'është i veti, nuk është. Ju kur jeni ndarë, keni patur ndonjë mosmarrëveshje me njëri tjetrin që ai ta akmerre dhe të sjelli ty pengesa, se në Shqipëri jetojmë, ndodhin këto gjëra. Jo, fare. Unë jam ndarë me atë dhe ai
që kur jam ndarë, unë as nuk e di se ku jeton, as nuk e di se qa bën, as ai as njerëzit e ati. Nuk e di fare, s'kemi pasur fare Pse? marrëdhënie kështu për të folur, as biseda, asgjë. Ai si e priti ndarjen kur t'ja kërkove dhe ike? Ai nuk ka qenë në shtëpi në fakt. Po si e ndarë ti me atë? Si? Unë jam ndarë, kam pas vjerin, ish vjeri ka vdekur, i kam thënë se unë nuk jetoj më, po nuk krijova familje, unë nuk jetoj më me djalin tuaj. Më ka thënë, shiko që është më e mira për ty. E qartë. Pra, momenti që ti ke vendosur të largosh, ai nuk ka qenë në shtëpi. Jo, nuk ka qenë në shtëpi. Dhe kur ti ike, besoj që prindrit e kanë njoftuar që nusja iku. Kur kam ikur, ai ka qenë në burg. Pra ai ka bërë një jetë jo fort të mirë. Ai ka qenë në burg, godeta se ai nuk dua që të flas, por kuptoj vetë. E kuptoj, për derisa ka qenë në burg, kur keni qenë bashkë, është në burg tani, e marr me mend jetën që ka bërë dhe e kuptoj, një grua kërkon një burr që ta ketë ombrell pranë vetes, të kuptoj qartë, ja vetë grua. Të kuptoj qartë, por gjithsesi, në kushtet në cilat ndodhesh dashur Vera, me ish vjerrin apo me ish vjerrën, ish kunatin çka ke pasur, nuk lidhesh dot t'u tregosh situatën. Unë në fillim që kur kam hap seancën e divorcit, i kam shkruar ish kunatës në Messenger. Është grua. Edhe i kam thënë me duhet thjesht një adresë, sepse vetëm për të sjellë dokumentin. Po, të divorcit, që ta dërgoj te gjykata. Që të njoftohet se po hapet seanca gjyqësore. Edhe më ka bërë blok. Wow. Po. Edhe nuk kam asnjë lidhje me ato, asnjë lidhje. Sepse unë të jap një këshill shumë e rëndësishme, duke ditur që vjerri të ka thënë shiko më të mirën për veten tënde, sepse dhe ata e kanë ditur çfarë fëmijë kanë dhe ke qenë ti e pafajshme, arrin ta kuptoj, prindja arrin ta kuptoj fëmijën e vet, ata e dinë çfarë fëmijë kanë fatkeqësisht. Ndoshta mund të gjesh formë ta jap si këshill të komunikosh me vjerrin apo vjerrën që unë kam sjellë jetë një fëmijë, kam ish vjerri ka vdekur. Kanë vdekur. Po çfarë njerëzish ka ai? Ai ka 2 vëllezër, ka edhe 2 motra. Nëse ti nuk e merr dot guximin ti kontaktosh, mund ta marr unë guximin, të kontaktoj me ta për të treguar situatën tënde, që ata të njoftojnë vllajin. Ndoshta vllai ka dalë nga burgu tani, nuk mund të jetë më në burg. Po, unë nuk kam asnjë lloj kontakti asgjë. Unë edhe për divorcin të thash i shkruajta me bëri blok. Të kuptoj që nuk duan të kenë raporte me ty, por duke ditur që tashmë je këtu në live me Odetën dhe je me mua, unë për këtë punë jam. Unë dhe flas me këta njerëz për të treguar situatën që ti e ke vazhduar jetën, ke sjellë një jetë një fëmijë që ai fëmijë është regjistruar në trungun e tyre dhe s'ka lidhje gjaku dhe duhet një deklaratë nga ana ish partnerit tënd që ky nuk është fëmia im, që të jetë më e lehtë për ty. Këtë gjë mund ta bëj unë. Mund të më vësh në dispozicion në privat emrat e tyre, kontaktet e tyre, adresat e banimit të tyre, çfarë të dhënash ke ti për ta dhe lidhet me ata. Adresat nuk i di fare unë adresat atyre. Ne jetojmë në botën e re të teknologjisë. Mjafton më japsh një adresë Facebooku, një adresë Instagrami, një adresë llogaritë të tyre. Facebookut kam atë të ish kunatës. Ish kunatës. Çon si ka, të më ndihmosh me këto gjëra, të flas dhe unë që ta bëjmë në këtë lloj forme, që ai të japi një deklaratë që fëmia nuk është i imi dhe më pas ti e ke më të lehtë që fëmin ta kalosh tek trungu jot familjar që je vetëm tash në fatkeqësisht. Po, atë dua edhe unë. Nëse ai nuk do reagoj apo nuk do e bëj këtë gjë, ka forma të tjera, sigurisht, që ti drejtoresh gjykatës, ka plot forma të tjera që ta heqësh nga i trung familjar dhe patjetër që do të ndihmoj dhe unë për këtë pjesë. Shumë faleminderit. Vera, sinqerisht kur lidhe me gratë të cilat kanë humbur partnerin nga kjo jetë në moshë të re apo kanë pasur një partner siç ka qenë burriua i parë, më dhimbse sepse dhe unë jam grua, jam nën dhe e besoj që ke vuajtur. Vujtje ma mos pyet, për vujtje mos pyet. Si Adele vetme? E vetme për zotë me 500.000 lekë rrogë vetme.
pa gërshëran, drita, uji, apo të kujdesesh për djalin? Po. Çfarë bëjmë? Do kursej vetes time, e do I plotësoj djalit. Të besoj, djalin. Është I vogël ai, sa I s'di ai. Është I vogël Odita, se t'ishte më I madh nuk do filloja të bëja edhe 2 punë, po është I vogël e s'kam ku ta lë. E qartë, nuk mund të bësh dot 2 punë. Jo, si bëj dot 2. Se djali ka nevojë për nënën, sigurisht për moshën. Ai babai nuk e njeh, por ka filluar ta kërkoj? Apo akoma? Jo, shiko fotografit. E thot ku është babi, I them ka ikte puna. Sa e di. Shikon fotografit e tjatit. Është shumë I vogël për t'ia shpjeguar situatën, se nuk kupton. Është I vogël, por ndoshta edhe për pak ai rritet, do të pyesi prapë për babin, do të gjesh formën, jo për t'i thënë më është tek puna. Po kur tritet, normal që do ja shpjegoj, do ja them, po tani për tani jo. Ndoshta mund ta mësosh me idenë që unë nuk jam psikologe, po thjesht nga këshillat e psikologëve që kam dëgjuar që është lart e qielli, jo tek puna. Kur I themi është tek puna një fëmijë, ai pret që do kthehet një ditë. Duhet që tani t'i japësh mesazhin që ai është atje lart dhe nuk do kthehet. Se duke I thënë tek puna, ndoshta kur të rritet dhe do hyj në fazat që do mësoj çfarë është vdekja, mund të jetë një traumë kur të mësoj që babai ka vdekur, por duke e mësuar pak më lehtë që është e qielli, ai do e marrë më lehtë se sa kur I thuaj tek puna, se kur I themi tek puna, ai mendon që do vi babi një ditë. Si çikën mami tek puna që vjen, është babi. Ndoshta me një psikologe të kopshtit mund të këshillohesh, ajo do të japi këshilla më të vlefshme se unë jam psikologe, por ti gjesh formën që mos ta lëndosh. Fëmijët e përjetojnë shumë. Shumë keq. E dashur, Vera, duke ditur që jemi në këtë live dhe ta shfrytëzojmë, nëse ish burri juaj do të dëgjonte, çfarë do t'i kërkoje sot? Unë dua vetëm që të më japi një deklaratë që nuk është fëmia im. Aq dua unë, asgjë tjetër. Dhe uroj që ai Vetëm që më japi një deklaratë që nuk është fëmia im. Dhe unë Vetëm ta regjistroj djalin, se dhe ai nesër pas nesër do futet në shkollë. ka Do problem. rritet, nuk do rritet gjithmonë I vogël, e kupton? E qartë, por edhe ai do martohet vetë, mund të bëj fëmijë, këto gjëra duhen zgjidhur me letra, janë shumë të rëndësishme dhe uroj dhe shpresoj që ai të na ndjeki, të ndërgjegjësohet, ndoshta mund të jetë ende në burg, mund të ketë dalë nga burgu, çrëndsi ka, uroj të na dëgjoj, të ndërgjegjësohet dhe ta kuptojë që duhet ta japi se s'vëm të deklaratë, nuk është fëmia I tij. Po. Mirë, unë uroj që ata të reagojnë, mos ai nëpërmjet I live-it të reagojnë njerëzit e tij, uroj që të më telefonojnë, nëse ata nuk do më telefonojnë, do gjej unë mundësinë për të lidhur me ta, uroj që të gjejmë një zgjidhje sa më të shpejtë për djalin tënd. Ty të uroj Shumë faleminderit. jetë të lumtur Rrafsh, faleminderit. dhe uroj që ta vazhdosh jetën, jeta ndonjëherë të përplas, por jeta vazhdon. Me të mira, me të këqija duhet ta vazhdojmë jetën. Gjejmë forcat, ne gratë jemi të forta. Gjejmë forcat për ta vazhduar. Është e vërtet. Mirë, unë të përqafoj, të pull nga Tirana dhe do mbetemi në kontakt, Vera. Okej, shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Mirupafshim. Gjithë mirat. Mirë të dashur miq, që dëgjuam këtë nënt, të 38 vjeçare, e cila tregoi disa momente të vështira që ka kaluar në jetën e saj, por probleme që po e ndjekin edhe sot e kësaj dite me regjistrimin dhe njohjen atësisë së djalit të saj të vogël, që fatkeqësisht nuk e njeh babain e tij biologjik, se është larguar nga kjo jetë nga një sëmundje e rëndë në mushkëri. Unë uroj dhe shpresoj që bashkëshorti I parë I Verës të na ndjeki kudo që të ndodhet, burg, përjashta apo edhe jashtë Shqipërisë, dhe t'japi atë deklarat për atë djalë të vogël që nuk është babai I tij biologjik dhe Vera ta ketë më të lehtë regjistrimin. Uroj që kjo familje të më ndjeki, të reagojë dhe të ndërgjegjësohen për ta ndihmuar këtë nënt. Mirë, do bëj të pamundurën për ta ndihmuar Verën. Do qëndrojmë sërish bashk live sepse një tjetër histori do të dëgjojmë, një tjetër denoncim do të kemi në këto momente.
personazhesh duke më pritur, Abdritaren dhe e përshëndes. E dashur Shpresa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt më ke dërguar një mesazh dhe më vjen mirë, jeton në Itali prej vitesh dhe kërkove që ti ishe me mua, ndoshta për të ndarë një eksperiencë, për të treguar një histori frymëzuese, nuk e di realisht. Kërkove që ti ishe në një nga programet e mia. Po, kam pas shumë dëshirë edhe nga që erdha dhe në Shqipëri, kisha që më pëlqen shumë si njeri, je shumë njeri mirë edhe më sa kam kuptu, edhe për këtë edhe thash, nëse është e mujtën thash ty në programin tanë për nuk e di, për një bashkëbisedim bukur. Të falenderoj dhe uroj dhe shpresoj që le të themi ti je frymëzuese për të gjitha ato gra që ndjekin audienca ime. E dashur Shpresa, do më prezantohesh, kush je, sa vjeç je, sa vite ke në emigracion? Po, në emigracion jam që nga viti 1997. Jetoj në Itali, jam e martuar dhe më thonë 36 vjetë martes, kam 2 fëmijë të rriton, 36 dhe 31 vjeqe, jam baba dhe gjyshe. Sa vjeç je ti vetë? Nga ana e vajzës, dhe më thonë. Une në gusht baj 58 vjeqe. Dhe komplimente, je shumë e re, shumë zonjë fisnike me atë që unë shikoj. Faleminderit shumë, faleminderit. Qofshë nëna dhe gjyshja më e lumtur në botë. Ta mosha keqen, shumë e vërtetë. Shkodrane dhe sa më pëlqejnë shkodranët, gjua, dialekti i Shkodrës është shumë i bukur. Faleminderit. E dashur Shpresa, dua të të pyes për historinë tënde të dashurisë. Si e njohur me bashortin tënd, sa vjeç ke qenë? Është dhe ai shkodran? Jo, burrin e kam nga Burreli. E ke nga Burreli, po? Po, burrin e kam nga Burreli. Kam, dhe më thonë, njoftja, koken ushtar. Unë jam njoft dhe më thonë, gjithmonë kam thonë, habite me këto femra që lidhen me një ushtar, e në vërtet e kam morë vetë ushtarin, pra është thjesht në Itali thonë, mos ja shaj gumojnë tjetët dhe më thonë se e vesh. Kështu më lodhja dhe me mu. A i ishte ushtar nga Burreli në Shkodër? Ati e ku ti jetoje, po? Po. Edhe ka pëlqy shumë si njeri, por e kam marrë dhe më thonë, e kam marrë me dashni burrin, por thamë edhe këtë tjetën që ka kënë dhe më thonë, taman ato dashuri që ka të pastra, jo dashuri që ka si janë sot. Sa vjeç ke qenë në atë ko? Në atë ko 22 vjeqe. Por a i sa vjeç? Një mosh kena, 4 muaj më i madh. Jeni bashkë moshatarët, e një mosh. U dashuruat dhe si u zhvillua kjo dashuri derisa u zyrtarizua dhe e mësuan dhe prindrit, le të themi? Ka pëlqyer shumë si njeri. Sigurisht që edhe ai të ka pëlqyer shumë. Kaq e bukur dhe kaq e freskët, imagjino si ke qenë 20 vjeçe. Vakon krejt. Vakon krejt. Qeshe. Në fakt, une, kur jam, dhe më thonë, kur kam njoft burrin, une, kam kenë një njeri që kam dhe më thonë, me kam për tokë, në kuptimin e fjallës, e kam peshu hapin, bajagi. Edhe familja jeme, dhe më thonë, burri kishte folë, dhe më thonë, me familjen teme, njerëz e tij kishin folë me mu, mirë po unë jam katolike, burri musliman, edhe ndodhja jo, dhe më thonë, ndodhja jo që ishim fukarej djeta e punë si shqiptar, dhe më thonë që kena kënë të tonë fukarej, edhe burri nga troj diçka me nanin, edhe une nga ajo, dhe më thonë që jam një njeri që kam një karakter aq të brisht sa dhe të fort. Edhe nga ajo që unë të shprova shumë, për nga tresën, dhe më thonë, që mbani me nanin, dhe më thonë,
një fjalë që më tha nana dhe une ika dhe mora burrin. Pra e kam marrë burrin, kam ik nga shtëpia. Oh, le të themi që për shkak të fesë që ai ishte musliman, ti katolike, një ngatërese vogël me nënën, ti ike ai të rëmbeu. Jo, nuk ishte ngatëresa për fenë, absolutisht. Jo, nuk ishte ngatëres fejet, por disha, si më thonë, sikur më futi një ngatëres vogël me nanën, edhe une një vabedin se nanën nana ka kenë, dhe më thonë, gjithmonë ka kenë, e kam pos nanën për mi veten, nuk di si me ta kuptu. Dhe më thonë, për mu nana është hyjnore. Primi është hyjnor, edhe një ngatëres sot dhe vogël, një fjalë, dhe më thonë, një fjalë që unë ka smu nana me mu, edhe nuk dosha ma me pas vedin. Edhe thosha si tjetoj një shtëpi të shtion me nanën që ma ka këtë fjalë ke parasysh. Dhe vendose të ikje me personi që dashuroje? Po. Ike të shtëpia e ti në Burrek? Pa, direkt të shtëpia ti. Po si të pritën njerëzit e shtëpisë, vjera, vjerri, që... Ato shumë mirë. Kam kenë një njeri që, dhe me thonë, komplet veni, kush na ka njoft, më ka vënë një respekt po bëmë. Po, nëna jote, baba jote, familja jote, si e priti këtë largimin tënd, le të themi një gabim i momentit, e dashuruar, po iki dhe ike. Ata si e pritën? Të them të drejten, ata, dhe më thonë, kanë lënë kohë punë 2 javë, sa të filloj të ambientohem, se për mu ishte një problem shumë i madh ambientimi, pavarësisht se isha e re, dhe më thonë njeriu i ri ambientohet shpejt. Dhe më thonë ato punë 2 javë, edhe dhe më thonë kanë arrit 2 familjet, më mleu, një tavolinë bashkë, edhe nuk ka pas, dhe më thonë, nga i moment e mrapa ka kënë gjithmonë një bashkëpunim midis 2 familjeve, edhe një bashkëpunim me vërtet shumë i pastër. Dhe kështu... Se mu bjerria më kanë majtë kështu, në plan dorës më kanë majtë. Dhe më dhe mirë. Po. Dhe kështu, le të themi, u zyrtarizua, le të themi, martesa juaj me bashkëshortin. Si vazhdoi jeta jote në Burrel? U bërë edhe nënë më pas? Po, jam bë fill nënë, si me thonë, jam bë, dhe me thonë, mas mujve si takojnë, u bëna nënë. Masani kam shku direkt, dhe me thonë, në Shkodër. Kam pas djalin, kur djali jem ka bëna 9 muj, unë jam këthy, dhe me thonë, në Shkodër, në vendlinjen teme. Edhe kena jetu, masani, bëja disa vite në Shkodër. E qartë, do me thënë, u shkëpute nga Burreli dhe vendosi të jetoje në Shkodër me bashkëshortin tënd. Po. Çfarë viti u martove, le të themi? Në 89-ën, 90-ën ka lind djali. Në 89-ën, në 90-ën lindi djali dhe deri në 97-ën jetove në Shkodër. Kam pas disa peripecina në jetë, edhe në Shkodër për shembull, kam net disa vite në Shkodër, masane kam shku në Kams, kam jetu në Kams punë 1 vitit, nga Kamza u ktheva te familja jeme 2 vjet me fëmijë, se shkoj burri direkt për Itali. Dhe më thonë, kam pas një jetë, dhe më thonë gjithmonë në lëvizje. Në lëvizje, po. E qartë, ke lëvizur sa në Shkodër, në Kamës të Tiranës, i pari ka Dhe më thonë gjithmonë për jetesën, dhe më thonë, si që me rregullu jetesën. Bashkëshorti u nisi pari në Itali dhe më pas ke shkuar ti me fëmijët. Po. Si ka qenë largimi nga Shkodra jote e dashur, nga Shqipëria, drejt Italisë? Ka kenë një të merr i vërtet se unë kam shku, dhe me thonë ishim në Shkodër edhe 3 ditë, dhe me thonë, në kur merr vesh, dhe me thonë, se unë isha të jetu, dhe me thonë, të familja të nana të baba, se të nana të baba, aty nana qepin e kisha me shku në Itali, me kryu një jetesë, dhe me thonë, më të mirë, por me limi burit ishte që më këthy në Shqipni.
Kurse une I thash nana dhe më thonë një gjoj për fëmijët e mi, në atë kohë dhe më thonë një gjoj, një fjalë të keqe dhe më thonë që të rëbejmë fëmijët, ke parasysh ka burë në Itali, kanë pare, na çkretit ishim, dhe më thonë s'kishim që burim gjote në fakt të lekë, dhe më thonë për me rritë fëmijët, po jo se kishim në ekonomi, si më thonë. Edhe kur një gjëj nona dhe më thënë të fjallë, atëherë direkt kena bo çmosin, jena nis me anijen e Velipojës që për ne ka një torturë shumë e madhe si për ne si për fëmijët. Burri ishte në Itali dhe t'ju niste me fëmijët? Unë nisa me fëmijët, po kam pas nënën me veti. Ke marrë dhe nënën me vete në Itali në udhëtimin e parë? Po, të kujtohet çfarë date? Me anijen e Velipojës, ka kenë në 97 në fund të marsit, diçka kështu. Ka kenë anija që është nisë mas, do të thonë 2 javë mas anijes që ka kenë përmyt në brigjet e Italisë. Që u godit nga anija italiane. Sepse e kujtoj shumë mirë, madje si e ka patur anija italiane emri si nuk e moj men për zotin. S'po më vjen ndërmend në këtë momente anija që e goditi. 97-a ka qenë viti më I vështirë për shqiptarët dhe për pos firmave piramidale që plasi lufta civile, shqiptarët u nisën me anije, me skafe drejt Italisë dhe marsi 97-ës ka qenë edhe mbytja e anijes që fatkeqësisht shumë nëna me fëmijë u mbytën tragjikisht dhe ti e nisur fill pas kësaj anije me anijen e Velipojës. Nuk ishe frikë? Ishte zemra eme, ishte luftë ose vdekje për mu, ose me fitu ose me hum, se isha me 2 fëmijë të vegjël, burri në Itali, une kur kam nejtë dhe me thonë direkt sa unë I gjuhë muhabetet, kam dalë direkt sa unë kam thonë edhe në një live që shumë kush se ka besu fjallët e mija, unë direkt në atë kohë ishin armë, të kishin edhe fëmijët në përdur, dhe më thonë armë, direkt në atë kohë, për më mërojt fëmijët e mi, unë kam ble armen, kam dalë në balkon, dhe më thonë, kam qip me automatikë në balkon, për me marrë zemër, se unë në shkollë, dhe më thonë, në gjimnaz, unë kam po gjimnazin e Dalmisja, djetë se moshatarët e mi e din këtë punë, kena ba gjithmonë, kena ba, dhe më thonë, edhe kanë kenë edhe orë të servicës ushtarake, kanë kenë. Zbori, mos gaboj, zbori quhesh, po. Edhe në atë kohë, dhe me thonë, u detyrova, dhe me thonë, më marrë, dhe me thonë, me ble armen, për me mërojt fëmijët e mi. Në 97-ën ke bler armë dhe e ke mbajtur në shtëpi të ruash fëmijët, sepse ka qenë luftë në Shqipëri, lufta civile. Ka qenë luftë, e kishin, dhe me thonë, nuk ishte familje që s'kishte armë në shtëpi. E vërtet. Unë e kujtoj fare mirë në 97-ën, edhe në shtëpinë time, balkoni ishte mbushur me armë në ato kohë, duke ditur që unë kam lindur në një vend shumë afër vendit të armëve, depos së armëve. Në Skrapar, Pigas quhet vendi I Skraparit, ku ishte depoja e madhe e armëve dhe e kujtoj fare mirë atë moment të frikshëm. Por ti vendose ti ike në Itali dhe mund të më tregosh udhëtimin, besoj frika ka qenë e madhe për ty, sa ishte mbytur një anije, ti merr guximin, 2 fëmijë të vegjël, nënën dhe nisësh me anijen e Velipojës drejt Italisë. Po, une atëherë, një gjume që është një anije që do të vinë në Velipojë. Edhe, dhe më thonë, ngarkohet me njerëz dhe shkon direkt për Itali. Burim kishte nis ato pak lek sa me ba ultimin, mirë po askush nuk e besote, dhe më thonë, burri jem nuk e besote që unë do të nisesha. Se ishte dhe më thonë, një habi e madhe, po të arishe më unisë. Unë unisa me 2 fëmijët edhe me nanën, edhe kena shku direkt, kena shku në Velipojë. Edhe dhe me thonë, kur na kena shku në Velipojë, ka kenë vetëm një dyqan I vogël, ishte, edhe aty kishte vetëm, dhe me thonë, nuk ishte as buka, as I gjanë me hambër. Edhe kena nejtë, dhe me thonë, ton ditën kena nejtë në Velipojë dhe në orën 2 natës. Edhe erdhe njerëz dhe na u bashku me disa familje shqiptare si u blodë, u bë dhe me thonë në Velipojë, u bë qytet, u bë Tiranë e gjallë. Edhe aty masanej jena taku me disa familje shqiptare, edhe fëmijët I kisha ton ditën I kisha pa hangër asnjë gjë. Kena shku, po, ka ardhe një njeri jemi,
njëri i dashur i familjes, ka ardhur dhe na ka marrë ne në orën atë natë, domethënë ka ardhur na ka marrë edhe kena shku në një vend në lagjen, domethënë në katonin e Vilipojës, që ishte një lagje aty quhet qendra e Vilipojës e ka emrin. Na çoi një familje me fjet. Kena shku kena fjet. Në mjes kur jam çu nuk e harroj kur. U çumë në mjes edhe një gjova erën e qumshtit, erën e tamlit. Jena qu, jena vesh, jena mas mirë, por nuk na luti kush ma si gjë. Kena dalë nga shtëpia, jena nis, e kena shku në aty ku prite Ania, në Vilipojë, ku është plazhi. Kena shku aty, kena nejt ton ditën aty. Prisni të vinte Ania? Po, kena nejt ton ditën domethënë kur na thonë në darkë, thonë nuk është Ania, edhe sonte nuk është Ania, kena shku në Shkodër. Se kisha shtëpi në Shkodër të blem me lek që kishte nis kursimet e burrit, të i punu me ka 2 motor ditë në Itali, me kursimet e tij kisha ble një dhomë kuzhinë, si thonë. E qartë. Edhe nuk e harroj, kena shkuat natë, për ishte shtëpia komplet e pa kompletume, se s'kishin jetu as një sekund. Në atë shtëpi, unë veç të prisja burrit, si me thamë me fillu me bë punimet të me rregullu, edhe atë natë kena fjet aty. Ka kenë vetëm një divan, ka kenë. Kena fjet një ashtu pa hangër pa pi. Në mjes ishte në orën 4:30 të qohem. Nani thash, du me ballë një herë provu, i thash. Tha nona, jo, tha nona, nuk i mës fëmijë, tha. Ti tha, nuk mund të kam gjanë, tha, po fëmijë tha më vjen gjina, tha nona. Jam fëmijë pa hangër, shpesa, më tha mu, tha, menoj e mirë. I thash një gjë natë, thash, a e bajmë dhe këtë rrugë, i thash bashkë. Kena dal në, domethënë, si ishte lagja, domethënë ishte lagja jonë, ishte komplet afër, domethënë afër rrugës shtëpia jonë. Kena dal te rruga edhe aty kalonin fugonat e Vilipojës. Kena hyrë edhe herë në fugon. Kena nejt atë ditë, domethënë kur kena shku në Vilipojë, aty kena pa jo Shkodrën, po me të thënë menja se është komplet Shqipnia aty. Njerëz që donin të largoheshin. Po. Jena afru te bregu, mbahet mishi kokër, jena afru në breg, edhe aty kur kam pa një anije të zezë të ju afru. Një anije të zezë, edhe kur u afru te bregu, u afru njerëzit komplet të tanë, njerëzit. Kanë gjujt më automatik, ato të anijes, si që me nal turmen, si ishte nami. Edhe filloj nisen një bark për 10-15 vetë, i zemë të barka, nisin barken, se me mush me njerëz anijen, u dote me hypë në bark, me shku aty. Aty kena hypë në bark, kur kena shku të anija, se në vërtet ato e dishin kush ka pagus, më thonë kush. Edhe na hypen direkt në barket tona, na një mund me hypen në bark për mos mu lagë, se aty u bashë ujë. Na një mund. Kur kam shku tania masanej, kam taku familjet që kena nejt me ta, kena kalu kohën me ta. Se aty në mjes nuk u kuptu mase, kush hyni, kush doli, kush erdi, kush shpaj. Aty kur kena taku ato direkt na kanë marrë, e na kanë shu të dhomaj e tyne, që ishin gratë e fëmijë, se burrat ishin minejt jashtë. Po gratë e fëmijë në dhomë aty. Kena hynë të dhoma, ato gratë kanë zjerë kuronisme, kanë zjerë 3 biskota. Ato kishin 3 biskota, se na kur i gjetë me aty, si me thonë, ato mund kishin hangën e biskot vetë fëmijët e tyne, më kanë dhanë fëmijëve dhe me thonë 3 biskota, na me ato 3 biskota 3 ditë dhe me thonë kena kenë. Të mërshme. Kur kena hypë në anije, ishte, mund them një plan, ishte mu funos. Ishte komplet dhe me thonë, me dalë jashtë, A shumë njerëz si për në anije?
Po, dhe italiani kishte thonë që është banami edhe që më kanë kallëzu njerëzit tu mos në Itali, thoshin që ashtu për myt. Dhe më kujtua, Sibilla, quhet anija italiane që goditi... Siviglia, po, Siviglia. Që goditi anijen shqiptare që u mbytën shumë njerëz, por fatmirësisht anija juaj që u nis nga Velipoja mbërritët shëndoshe mirë në anën tjetër të detit. Po. Shëndoshe mirë, na kanë pritë shumë mirë. Kanë kthy shumë njerëz prej njerëzve që kanë Romanie, kanë kthy. Treja se menohesh gjithmonë menonin gjonat këqija, se më thonë, familjartë në lanë, kurse këto tjerë dhe më thonë, baja gjithë shumë i kthy. Bashorti të priste, në çfarë qyteti jetonte ai në atë kohë? Në Milano. Në Milano. Ti mbrite dhe u nise drejt Milanos dhe vajte më në fund të bashkove me bashortin tënd. Kam nejtë 1 muaj e gjysmë, kam nejtë në kamp. Ku, në Bari? Në Bari, ishte një zonë si zona e avionave, fush avionit. Ishim komplet në asfalt, po ishin në rulota, këto që janë si puna këtyne... Rulot, si shtëpia dhe më thonë kështu. Po, aty në thanë majtë për 1 muaj e gjysmë, derisa doli ligji që kush ka njerëz më orë me i tërhek, mund i tërhekun. Dhe pas 1 muaj e gjysmë u bashkove me bashortin. Besoj ka qenë dita më e lumtur sepse është një sakrificë e madhe, gjithë kjo që ke bërë me fëmijët për të mbritur në Itali. Ka qenë një sakrificë e madhe, ka qenë një lumturi shumë e madhe, se ja dola qëllimit. Burri, kur kallëzote e mrapa, thote, ku shisha fëmijët, thote, rrugës madhe me prindët e tyne, i shisha në moshën e fëmijëve të mi, thosha, a thu ma shtë bo fëmija jam kështu. Thote, nuk di ta përshkruj, nuk di ti përshkruj emocionet. Se për mu ishte një gjatë tepër e madhe që arrita të bëj, dhe më thonë, familjen, ta mbledhi familjen. Bashkoje. Por nëna, si e përjetoj, le të themi, Italin, vajtje në Itali? Po, nëna nuk ka ardhur për me jetu në Itali, nëna ka ardhur vetëm me mpru. Dhe shkthyer prapë? Nëna u kthy mas 1 muaj. U kthy se kisha baben në Shqipni. Nën heroin, nuk të la vetë me fëmijët, të përcolli dhe në Itali dhe u kthye. Po. Edhe të them edhe të drejten, nënin nuk e kam ma, ka 9 vjet që nuk e kam, por kam dhënë të betohem, po t'ishte puna do t'jepsha jetën për te. Të besoj. Kur të largohen prindin nga kjo jetë është shumë e dhimbshme. E kam provuar dhe unë, kam humbur babain, është e dhimbshme. Unë babajn e kam. Me jetë ta kesh. Po, është 92 vjeç. E kam zotni. Është gjithmonë me këmisht, bukur të pastër, të hekurosur me kollaj. E kam kokra zotnis, pasha zotin. Kush e një dhe me thanë e dinë se si ka babet. Paça dënon e babait. E dashur, shpresa, atëre le të përqendrohemi tani në Milano. Fillimi jot në Itali, gjuhën që ndoshta nuk e dije, mund të dije të flisje, çfarë kishe mësuar në Shqipëri nga kanalet që ndiqnim stacionet italiane, po kur shkon aty e kupton që s'di mirë të flasësh. Si ka qenë ai fillimi jot aty? Fillimi jem ka qenë shumë i vështirë, se unë edhe nuk kam pas nim. Dhe më thonë, nga njerëzit që njëja, nga njerëzit që kam majtë shumë shpresë, nuk kam pas nim. Fillimi jem ka qenë, dhe më thonë, fati jem maj malë ka qenë se një person jemi, kishte nevojë se do të shkote unë dhe më thonë, erdha në fund periudin, maj erdha këto, shkova në Milano, edhe une fati jem ishte që do të zëvendësoja një njeri unë, dhe më thonë, temin të puna e vetë, se do të shkote në Shqipni në ngushtë. Edhe kishte nevojë me gjetë një njeri, si më thonë që kur të kthehet ta gjejnë temin e punës.
Edhe unë shkova te një grup mosh me djalin. Aty bile bona dhe bëllë kur më të porin. Se ajo ishte një zoj, ato ishin të dy dhe më thanë nuk kuptonin qëtë ishin, as njani, as nane, as e biri. Nuk kuptonin qëtë ishin. Edhe unë barabar, ato fliqin edhe dhe më thanë dialektin e jugut, aty isha 0 e ma 0. Unë atësaj, ajo zonja kishte këto thajt e gjatë, thajt shumë gjatë. Unë nuk e dija si kishte smujnë e sheqerit me shkreta. Thash, si me ndonë me këto thajt? Mora t'ja prejva thajt e t'ja ndihmova thajt. Kur vjen reja se reja, ishte ajo që kujdesej për këto. Kur vjen reja më thot mu speranca, se më kam thirë shpresa po speranca në italisht, i njëjtë jeme. Më thot u që ke bo, thot sash me smujnë sheqerit, thot po t'kishte dalë gjak meta, unë s'kisha që me thanë. Nga i moment, ato morën në përshpijat e tyne, dhe me thanë, alla të kam vujtë shumë, se në fillim e morën për nanin e tyne, kjo dhe me thanë, reja shpis, kishte nanin e vetë, ishte një vil, dhe me thanë vil 3 koqe, edhe ishte motra, blaj, edhe kjo, edhe nana, ishte në shpi. Edhe aty kam vujtë shumë, po isha dhe me thonë nga ora 1 disë shtune deri në 8 dërgës të dilen. Aty kam vujtë shumë, të është familja. Dame, qëndroja aty dhe i shërbeje kësaj të moshuare dhe le të themi shkëputeshe nga familja jote, se kaloje natën aty dhe e kuptoj vështirësinë. Kur vite burri me vojzën, si nam të burri 2 fëmijë në bicikletë, edhe vite poshtë balkonit aty, unë fakt kjo plaka, në fakt kjo zoja nuk më lente ton natën qut, ton natën zgjuar, si thon, edhe kurse ditën isha ton ditën të jekuros këmishat e komplet familjes. Pra ishte, për mu ishte, dhe më thonë ishte, ajo ishte të i bo ton punë, shtëpia ishte shumë, ajo që ishte ton javë dhe më thonë nuk ishte pastërti shtëpia. Edhe detyrova me hymë me frigorifere me këtë matë, loje, kurose. S'kisha një moment dhe më thonë, unë por e kam bërë për 3-4 muaj këtë punë, nuk e kam bërë për më tepër. Më pas u shkëpute, le të themi, fillove të ambientoheshe, të mësoje gjuhën. Po. Dhe si vazhdoj jeta jote në Itali, le të themi se ke jetuar, që nga 97 deri më sot janë gjithë të vite që ke jetuar aty, janë rritur fëmijët. Kam punu, dhe më thonë, nuk jo gjitha ditë, por edhe me 2 motor në ditë, dhe më thonë kam punu shumë ditë, të shtunën për shembull në darkë isha bashkë me burr, kena shku për shembull të ly. Shtunën e dila kisha punën, nuk domethënë nuk është se kisha ditë pushimit absolutisht, por mas punën ton natën për shembull të ly. Merre shtëpinë domethënë, merre me pastru, me komplet me ratu, që kur vinë njerëzit vinë ta gjejnë të rregull. Edhe aty domethënë kam punuar shumë me burr, e kena fitu mirë. Por kena, dhe më thonë, ka kenë një kujtje shumë e madhe, me thonë drejten. Edhe të shkollat e fëmijët më kanë ndihmuar shumë mësusat në kuptimin e fjalës mësuesit se kanë kenë femnës, me thonë ato që kam njoftone, po ka dhe burra. Më kanë marrë fëmijët, dhe me thonë, mas kur kishte momente që unë kisha met të puna, mershin fëmijët për shembull, ka pas raste që më kanë marrë fëmijët edhe të shtëpia, kam shkuar kam marrë fëmijët të shtëpia. E qartë, sakrifica. Na kanë dorë shumë. Fillimi i emigracionit i ka qenë i vështirë për të gjithë, padyshim që duhet të punosh në orë të zgjatura, të punosh fundjavave për ta vendosur gjën përpara. Sot i e stabilizuar në Milano, besoj dhe jeton mirë. Fëmijët janë rritur, janë martuar. Po, është e vërtet, kena hek shumë keq, por një që këto, e kena rujt lekun dhe një qëndezin e kena rujt gjithmonë. Aty dhe me thonë, kur kam realizu ëndrën temet të jetës temet, kisha një shtëpi temen, se unë kam jetu gjithmonë palat. Kur kam realizu në Shkodër një shtëpi private, për mu ishte jeta. Pavarësisht se majta për shumë vite në fund e shita, se barabar nuk isha të jetu në te, ishte të shkudam shtëpia.
por të tham, të drejtën, sakrificat tona ja kanë vlerë të tona, se nuk kam humbur askund, vetëm kam pas, domethënë gjithmonë vetëm kam arrit, jo që kam menu, shumë më tepër gjithmonë. Dhe njeriu që punon sigurisht arrin më shumë se e imagjinon vetë. Shpresa, po raportin në Shqipërinë si e ke patur kur jetoje në Itali? Në ato vitet e para, nuk flas për tani. Kishe mall për Shqipërinë ato vitet e para? Nuk e kam pas vitet e para, e kam edhe sot. Se unë vi deri 5 herë në vit në Shqipëri. Në Shkodër. Po, nuk mund të rri parë. Nuk e kuptoj jetën, edhe në gusht jam gjithmonë në Shqipëni, 3 javë, unë nuk bëj pushime. Pushimet i bën aty, besoj, në Velipoj? Po, se kam një shtëpi në Velipoj, edhe shkoj të shtëpia jeme, po, edhe e du, une kam menu gjithmonë në jetën time, unë kam shitit shumë, edhe në përbot, por si veni jem s'ka. E vërtet. Nuk ka të betohem, vetëm një që jeton jashtë shtetit arrin ta kuptojnë. E vërtet. Se këtu me qetësohet shpirti. Këtu dhe me thënë edhe sikur 2 ditë kur shputem nga Italia, mushem me forca. Kur kthehem në Itali, por jo dhe më shumë si që vetëm një mërgjimtar i kupton këto fjalë. E vërtet, që të beson për atë që përjeton. E dashur, shpresa, fëmijët logjikisht nuk mund të kthehen kurrë në Shqipëri se kanë krijuar jetën e tyre në shtetin italian. Ju me bashortin e keni menduar që një ditë të riktheheni në Shkodrën tuaj apo në Velipoj, aty ku keni shtëpinë për të pleqëruar bashkë në Shqipëri? Kam shtëpinë edhe në qytet, kam shtëpinë, domethënë aty në Shkodër. Jeton në vile, jeton baba të shtëpia jonë. Një gjë, unë do kisha shumë dëshirë të kthesha. Pavarësisht se është një ëndër e parealizume, se sot për shembull jam gjyshe. Kam nipin, bile është hera 2, bile kena ne të qeshta me fëmijët, është hera 2 që e kam prur Shqipëni, qirë se kualin. 7 muajsh është nipi, hera 2 që e kam prur Shqipëni. Që nga i vogël. Është i vogël, po. Edhe po t'ishte atëherë si veni jem s'ka, por ka edhe disa gjana që mungojnë këto. Edhe se une për siklim, dhe më thonë siklimen paka shumë si Milano, bile pak gjë më buta ashtu në Shqipëni. Unë me pensionin për shembull, me pensionin që me mburi, se unë kam punu më shumë nxehtë, si më thonë. Unë do t'a bosha një farë jetë të Shqipëni, dhe më thonë një jetë me jetu mirë, si thonë. Por nuk ma mërmenja se mund të kthehem, se për shembull kur vjen njeriu që di koha pensionit, ke nevojë ndoshta edhe për një spital, për një gjë. Unë këto i kam shumë problem. Këto. E qartë, të kuptoj dhe arsyen. Pas të keqen, se mund vjen keq edhe për këto fjalë kur flas, por ky është realiteti. Kështu që të kuptoj dhe të besoj pse nuk do të kthehesh përfundimisht në Shqipëri. Ke ndërtuar një jetë aty dhe ke gjithçka, siguracionet paguara, bashorti, mjekësinë ke aty për gjithçka dhe është e kuptueshme. E dashur shpresa, si është një ditë e jotja sot në Milano? Merresh me fëmijën e vogël? Dita jeme është shumë e ngarkuar. Unë kam, domethënë, nuk mund të them çdo sekond ditë, se kam edhe në një moment vogël temin, por unë ditën e kam shumë të ngarkuar. Se për shembull 2 herë në javë jam te puna jeme gjysmë ditët. Masanej unë nimoj vajzën se vajza ka një aktivitet të vetin, është estetiste, ka dyqanin, domethënë qysh 18 vjeç e vajza ka dyqanin e vet, po, edhe i kam lënë gjithmonë, po, Milano, po. I kam lënë gjithmonë vajzë një dorë të dyqani, qysh se ka hap domethënë, e deri sot kam kënë gjithmonë ka i djathtë i vajzë. Djali domethënë avaj i herë punojnë te Mercedesi, që për ne ishte kishim arrit domethënë kulmin. Kur shkoi djali domethënë sa mori shkollën, një kompani prestigjioze.
Po, për ne ishte kulmi, për mu ishte si me kanë mu bo djali minister, me ta morë benzi, edhe punoj aty djali disa vite, masanej e hapi një dyqan vetin, një pizzeri nga këto të voglat, jo si pun restorantit, po to pizzeri, po. Hapi edhe aty kena kënë, dhe me thonë jena komplet si familje, jena shumë kliju njëni me tjetëri. Edhe aty dhe me thonë si unë, si buri, vajza në atë kohë, se s'kishtë alas, me thonë ishte beqaresh. Sot ka fëmin, sot vajza është e limitum, dhe me thonë ka limitet e veta, por kena kënë gjithmonë si familje tonë bashkë. Kurse djali mas 3 viteve që kishe këtë dyqanin e vogël, mori një pizzeri të madhe në 90 vene, dhe me thonë, aty, edhe aty dhe me thonë, unë jam jep një dorë shumë të madhe. Sa të vajza, sa të djali për të ndihmuar fëmijët, dhe është e kuptueshme kjo gjë. Po. E dash shpresa, nga gjithë kjo intervistë që realizuam ditën e sotme këtu në këtë live, e kuptoj që je një grua, bashorte, një nënë e realizuar që forca jote e një gruaje arriti t'i realizoj të gjitha gjërat e tua, sot je bërë dhe i gjyshe. Unë do doja nga ju një mesazh ditën e sotme për gjithë ato gra që jetojnë në Shqipëri që ndoshta vuajnë dhe nuk din si t'ja dalin. Çfarë do ju thoshe? Sepse edhe ju në fillimet tuaja keni vuajtur, keni sakrifikuar, por nuk keni dorëzuar. Dhe sot je një grua e realizuar. Çfarë do i thoshe një gruaje që lufton çdo ditë dhe i duket sikur nuk ja del dot? Unë të them të drejten, gjithmonë si në jetën sociale, si në jetën private, si në jetën dhe më thënë përditshme, unë kam qef, dhe më thënë gjithmonë jap një shembull të një femre shqiptare. Se femre shqiptare janë shumë të forta. Janë me të vërtet femrat më të forta në botë. Femra shqiptare duhet gjithmonë asnjëherë mos dorëzohet. Nuk do të ketë asnjë gjë, unë nuk shoh pengesa kur në jetën time. Unë ju them të gjitha nanave, vajzave, motrave shqiptare. Nuk duhet asnjëherë të përuleni para asnjë gjajet. Duhet ta marrni kokën lart, nuk ka asnjë gjë në botë që ju mos arrini me ba. Në qoftë se ju kujtoni se keni taku funin, mos harroni se aty është fillimi i një jete shumë më të mirë. Në çdo lloj aspektit. Njeriu vetëm kur e sheh vetin në momente të caktuara arrin ta kuptojnë forcën e vet. E vërtet. Kështu që nuk duhet asnjëherë dorëzona. Asnjëherë nuk dorëzona para asnjë gjaje. Nëse unë ja kam dalë me fëmijë të vegjël, me arrit, me kriju një jetesë, me kriju ëndrat e mia, aty edhe më tepër se ëndrat e mia, pse mos tjetë çdo femër shqiptare? Pse mos arrin? Asnjë gjë nuk ka më tepër se një femër tjetër. Asnjë gjë. Mos të dorëzohemi, por të ndjekim ëndrat tona, të punojmë fort dhe sigurisht do t'ja dalim dhe ky është një mesazh shumë i bukur e dashur shpresa që përcollet ditën e sotme. Unë sinqerisht të falenderoj që të pata sot në këtë live, ndave me ne historinë e jetës, tregove forcën tënde, tregove, le të themi, energjinë e një shqiptare që ja doli mban dhe që sot përcolle mesazh për gjithë gratë shqiptare. Kështu që të përshëndes dhe të uroj më të mirat e kësaj bote. Të përqafoj e jeni e mrekullueshme. Të falenderoj, të puth, e dashur shpresa. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit shumë për tetë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme me këtë mesazh të fortë që kjo 50 vjeçare shkodrane përcolli ditën e sotme në këtë live për të gjitha gratë shqiptare që nuk duhet të dorëzohen dhe kjo është më së vërtet. Ne nuk duhet të dorëzohemi. Dhe jam i sigurt që çdo grua që nuk dorëzohet, ndjek ëndrat e saj, ja del. Dhe
shembulli më i mirë ishte 50 vjeçaria Shpresa Disha, e cila në vitin 1997 mori guximin të ikte në Itali, të punonte fort dhe të ndërtonte familjen e saj dhe të jetë e lumtur, dhe ja urojmë të gjë përjetësisht të jetë e lumtur. Mirë, ju falenderoj dhe juve që mendoj që deri në fund të këtij live-i, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe nëse keni një histori të bukur që doni ta ndani me publikun tim, keni një eksperiencë të bukur siç kishte zonja Shpresa Disha, mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të klikoni dhe të abonoheni që të jeni pjesë e kanalit tim. Faleminderit miq që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.